Kërkesat për regjistrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të ushtruar të drejtën e votës nga shteti kujtojnë kanë ardhur edhe nga kontinentet më të largëta. Kërkesat vijnë nga 107 shtete të botës, pjesë të gjitha kontinenteve, përfshirë vende e emrat e të cilave i dëgjojmë vetëm në kronikat e lajmeve, në internet apo kinematografi. Vendet ku tradicionalisht shqiptarët kanë emigruar që nga viti 1991, shënojnë edhe shtetet me numrin më të madh të kërkesave për regjistrim në platformën elektronike të KQZ-s. Italia shënon numrin rekord të kërkesave për regjistrim, me mbi 148.000 kërkesa, duke pasuar me rreth 103.000 kërkesa nga Greqia, rreth 36.000 nga Gjermania, 24.000 kërkesa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo 20.000 nga Britania e Madhe. Aplikime për regjistrim janë kryer edhe nga shqiptarët e Francës, Belgjikës, Kanadas, Suedisë, Zvicrës, Austrisë, Maltës, Spanjës apo Australisë. Nga Tajlanda, Çadi, Malajzia dhe Brazili janë 7 kërkesa për regjistrim, ndërkohë që nga Algjeria, Kolumbia, Jordania, Korea e Jugut dhe Granada janë 6 kërkesa për regjistrim. Kërkesa për regjistrime, shumë të paktën në numër, sa mund të numërohen me gishtat e një dore, ka edhe nga vende si Ishujt Salomon, Gaboni, Peruja, Eritrea, Ishujt Cook dhe Ishujt Kaiman. Një kërkesë vetme është regjistruar nga Xhamajka, Hondurasi, Zambia, Bermuda, Uruguay, Maldive dhe territori palestinez.